39 familje në Bashkinë e Maliqit janë përfituese të projektit të mbështetur nga Ministria e Financave për rehabilitimin e banesave të familjeve në nevojë. Ky është viti 6 radhazi që kjo bashki shpallet fituese e këtij projekti për t'i ardhur në ndihmë familjeve që nuk kanë mundësi të riparojnë banesat me të ardhurat e tyre. Bashkia Maliq për të 6 vit radhazi e shpallur përfituese e projektit për mirësimi banesave ekzistuese për familjet në nevojë. Aktualisht punimet kanë filluar, janë 39 familje të cilat do përfitojnë për mirësimin e kushteve të strehimit, kryesisht në riparimin e çative, tavane, dyrë dritare në bazë të nevojave që ka banesa. Janë të kategorive të ndryshme, gra kryefamiljare të moshuar, persona me aftësi të kufizuara, familje me të ardhura shumë të ulta të cilat nuk arrin dot të riparojnë dot banesat me të ardhurat e tyre. Kryesisht janë në fshatrat Podgorie, Pojan, Vloçisht, Vashtmi dhe në shumicën e fshatrave të fushës së Maliqit. Gjatë këtyre viteve në Bashkinë e Maliqit kanë përfituar në total 260 familje, të cilat kanë një situatë të vështirë ekonomike.